Bilim ka bërë shumë përshtypje, qysh i kam parë atëhere, më duket i njëjti kam bet, edhe sot. Ai e dinte bile që do të kishte, do të hante dajak bile masandej, bile i thash, mos vjen se i sprish put, ai di kishte frikë as me ngrënë dajak masandej bas bisedës me ne. E kundërshtoj çdo njeri që tregon që nuk e ka ngrënë dajak, jo ka qenë i rahur shumë keq. Gjatë burgjeve, gjatë përjetimeve të burgjeve, gjatë vujtjeve të dënimit është edhe kryeministri aktual i Kosovës, Albin Kurti. Po. Është era e parë që kam takuar. Bilim ka bërë shumë përshtypje. Qysh i kam parë atëhere, më duket i njëjti kam bet, edhe sot. I përgatitur, e kam parë njëri i pjekur, e kështu. Ai e dinte bile që do të kishte, do të hante dajak bile masandej, bile i thash, mos vjen se i sprish put, ai di kishte frikë as me ngrënë dajak masandej bas bisedës me ne. Po ai fliste anglisht, edhe s'kishte nevojë me përkthy, fliste anglisht, e kishte kolegë, edhe po është e vërtet, edhe ka qenë mirë, ishte një figurë, njëri që ka qenruar, ka bashkëpunu me Adem Demaçin. Ishte një figurë e lëvizjes studentëve që e kam përcjell prej 97, sepse kam parë studentët duke protestuar në 97, kështu që ashtu, gjithë kam e thënë, por e kundërshtoj çdo njeri që tregon që nuk e ka ngrënë dajak, jo ka qenë i rahur shumë keq. E kemi dëshmi, nuk ka nevojë. Edhe më vjen keq nëse njeri e bën me qarkullu këto thashë themi që kinces ka vujt në burë ku ta di unë, sidomos kur vjen prej njerëzve që faktikisht asnjë ditë në burg s'kan kalu në atë kohë. Apo ka edhe deklarata edhe prej atyre që kanë kalu në burg e që thonë që kanë qenë bashkë me të në burg. Po. Unë e di për Gjilanin kur e kanë taku. Për shembull në librin e Enver Dugolit është një skenë interesant sepse mendoj që duhet me kuptu se në burg u takuan disa breza, të paktën 2, po mendoj edhe 3 breza, burgosurish, që kanë te kalu keq periudha të ndryshme të kohës represiv të Serbisë. Edhe në faktikisht më duket që Albin Kurti përfaksonte në atë kohë një brez krejtësisht i ri, që nuk përputhte me modelin, me kornizën ndoshta të një farë standard, që duhet me qenë nëse je i burgoso politik, i angazhuar politikisht. Më duket që ai i takonte një brezi më të fundit, ndoshta me një perspektivë kënd vështrim tjetër, se sa të tjerë, edhe nëse është ushqyer nga brezat e tjera të mëhershme të historisë të shqiptarëve të tjera, të cilën e din shumë mirë, vetë ka studiuar, ka lexuar. Ndoshta ka pas keq kuptime mes këtyre brezave, e nga kjo ka lindë. Po jo, ka qenë mjaft i rahur sikur shumë të tjerë, nuk ka krahasime, por mu nuk e krahasoj shkallën e vuajtjeve. Vuajtjet se cili njeriu i përbalon sipas karakterit vet. Disa kanë ngrënë shumë keq, po kanë bet shumë qetë. Disa që dukeshin shumë fort, kanë qarë shumë shpejt. Se cili një nuk mund, asun nga njëherë kam vënë pyetje vete, çish do të veproja, si do të reagoja, si do të përbaloja ato. Ose një takon se cili njeri. A mund shumë na përshkru ku e keni taku, çfarë kohë edhe çfarë torturë keni po? Tortura kanë qenë njësoj për të gjithë. Nuk është që kanë pas një dalim, si ishte sistematik kur kalonte në një korridor, ishin krejt ato gardianës bashku. Po është një rast që tregohej shumë qartë në librin e Enver Dugolit. Prandaj të thash që është një takim mes brezave. Për shembull Enveri vetë pranon në libër që edhe nëse vllau e tij Bujar Dugoli, ishte i përfshi, ishte në krye të lëvizjes për student, bile ka ndërhyp, Albini kishte pa edhe vetë duket që vetë ka paraqit, mos është Bujari ndoshta që e ka paraqitur Adem Demaçin, duket mos ka ndodhur ashtu ndoshta. Por nejse. Vetë Enveri kishte dëgjuar për e pranon që kishte paragjykime ndaj Albinit.
njeriu me këto flokë, edhe diçka nuk përputhej me standardet të atyret rezistant, atyret të lëvizjes ilegal të rezistant e të tjera. E kështu që kur ka qenë një natë në burgun e Gjilanit, kur ishin pas masakrës në burgun e Dumbravës, pjesë e madhe kanë qenë në burgun e Gjilanit. Edhe në veri e tregon britmat e torturave gjatë natës, në një dhomë afër, edhe të nesërmen e kanë lëshu Albinin në atë dhomë me këta tjerë, që ishin në dhomë. Fatikisht ishte Albini aty, që ishte rahur gjithë ditën. Po dëshmi tjera kemi marrë. Më thënë, kanë ngrënë ndajak si kur të tjerët në filim, edhe kështu kanë qenë. Nuk ka dilema aty. Bile nuk ka nevoj me bisedu, me hap tem aty. Nuk më kujtuet fare çka kemi bisedu, më kujtuet se ka qenë anglisht, folën për burgun, e të tjera, po ka qenë burgun e Pozharec, më duket. Pozharec. Po aty është. Mund të them gjë përveç faktit që më ka bërë përshtypje biseda e tij. Na ka rastis pastaj u takum pas lirimit. Pas lirimit, edhe kur e ka kriju kanin, është e vërtet që kam pas një marrëdhënie kështu takime na ka ndodhur disa herë. Ka kjo lidhje? Më ka interesu çka është kjo Kosovo Action Network, për shembull. Kemi vazhdu me kalimin e viteve. Më ka interesu sepse unë isha brenda UNMIK-ut, po edhe kisha kritikat e mia ndaj UNMIK-ut. Shpeshherë thuhet që lirimi i Albin Kurtit atë kohë është bërë edhe me presion direkt presidentit francez, edhe të parlamentit studentor evropian. A keni qenë? Të çfarë? Lejimin? Jo? Lirimin e tij. Po trysni ka pas, kam qenë i përfshi aty. Dëgjoj, kur ka qenë në kohën e Kryqit Kush, duhet të kuptosh një gjë. Në atë kohë kemi jetu pa rrjeta sociale, pa internet. Kishim gazet, unë s'kisha mundësi me lexu as gazetat franceze. Nga njëherë në televizion e shikojsha BBC, etc. Po pak a shumë e kam përcjell përmes gazetave shqip. Koaditore, Kosova Sot, krejt ato, edhe çlirimi, krejt, po. Domethënë, nuk kam marrë pjesë, para luftës, kam marrë pjesë në Paris, në disa protesta, para ambasadës jugoslave. Po, bile kisha një plis në kokë, të tregoj vetë. Kosova Republik, aty e kam bërë, kam qenë në protest. Po, gjatë kohës kër isha në Kosovë, nuk kam qenë i kyçur fare as me mjedisin intelektual të Parisit, që quaj ajo, ishte Komiteti Kosova, etc. Më vonë e kam zbulu ato. Unë isha një njeri i panjohur për francezët. Unë isha në një organizat ndërkombëtar zviceran. S'kisha lidhje fare me francezët. Do me thënë, kam qenë i kyçur, aty, po, flas tash i pas luftës është qetër ko. Po gjatë luftës, jo, s'kam marrë pjesë në ato fushata, mirë që ka ndodhur, më vonë e kam mësuar kjo ka ndodhur, mos haro kjo Adem Nemaçi e ka pas çmimin Sakharov. Edhe me siguri, edhe Adem Nemaçi në atë kohë ka vepruar që të jetë një fushat për lirimin e ndjimsin e tij. Me siguri, po nuk mund të them më shumë si s'jam dini, s'kam qenë i kyçur. Si u bë që më vonë u angazhu edhe në zyrën e tij si kryeminist? Po kjo është kontrat francez. Ministrisë për jashtme ka qenë një agjenci ekspertis franceze quhet. Si ndodhi, dëgjoj, kam punuar, apo s'kemi folë që kam punuar gjatë, kur kam punu me UNMIK-un, në fakt kam pas një pozit pak veçantë. Kam qenë zyrtar ndërlidhës me zyrës së PSPP-s dhe zyrës kryeministrit. Por në katin e sekretarit të përgjithshëm, jo në kabinetin e kryeministrit. Ka qenë koha kur Ramush Haradinaj, pastaj Bayram Kusumi, pastaj Agim Çeku, pastaj Yaqin Thaçi ishin kryeministër. Bile ditën e pavarësisë, 17 shkurt 2008, më rastisi që isha në zyrën e kryeministrit, duke i shikuar televizorin me sekretarin e përgjithshëm. Kupton, do të thonë, është një rastësi e jetës, po prej 90 që kam marrë në Kosovë, ku kam bërtit në rrugëve të Parisit, Kosova Republik, pa 2008 jam ditën e pavarësisë, jam aty. Por kjo ka qenë një trysni franceze, kjo të jem unë aty në emrin e UNMIK-ut. Po, është i vërtet. Ka pas kandidat të tjerë të mbrojtur prej Amerikës, prej Anglisë, nëse do në me ditë pse e kanë marrë francezin,
Ramushi nuk e ka ditë kush jam unë s'më ka njoh, as unë se kam njoh. Por në rrethin e tij të ngusht ishte një ish i burgosur politik, bile disa tjerë, edhe e kanë ditë. Mos ki merak Sebastian nuk e ke spion e ke është i yni. Kjo ka bërë ky Ramushi ka dashur me qenë e jo ndonjë tjetër që ndoshta do të ishte vështirë me menaxhu. Kupton? Kjo është, edhe mandej u largova, se kisha mundësi me qëndru me unë mikun edhe sot, po mua s'me ka interesu punën e unë mikut. Po kam punu në ZKM, ishte më interesant se sa me punu në ndërtesën e unë mikut. Për të kthyer te Albini, po edhe në atë kohë kemi qenë në lidhje. Bisedë miksore. Zhvillimet, rrjedhat, çka po ndodh, ku po shkojmë. Kosova qysh ka qenë, qysh është, qysh do të jetë. Çka të bënte përshtypje që vazhduat me mbajt kontaktin me Kurtin? Jo, kam mbajt kontakt me shumë të tjerë, mbas pari. Nuk është që u bë kryeministri sikur jo, me shumë të tjerë. Se koha e luftës ka bërë që janë disa miksi të forta që e te kalon në ndryshimet politike. Në fakt duhet ta kuptosh një gjë, se unë në Francë jam edhe aktivist politik. Ose nuk jam larg politikës përgjithësi, kam punu 10 vjet në Partinë Socialiste në Francë. Ose nuk takoj qendrës majtë, mëson socialdemokracia. E kështu që mua më pëlqen me ditë që Lëvizja Vendosje është pjesë e familjes socialdemokrate. Për mua është krejtësisht normal. Kishin shans të tjerët ta bëjnë atë më herët, kanë dështu. I ka takuar Lëvizjes Vendosje mi qenë pjesë e asaj familje. Edhe shumë mirë është. Se mirë me qenë që krejt parti të profilizohen tamam, e kështë është pjesë e cilësisë së demokracisë. Kjo është një temë tjetër.